Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma kudo që na ndiqni, sot zyrtarisht nisi fushata zgjedhore vjeditëshe këto zgjedhje të jashtëzakonshme për përbërjen e legislaturës së re, atë të 11, meqense ajo më përpara ishte gati me shkurta në historinë e parlamentarizmit në Kosovë. Kam ftuar njërin prej kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës për deputete, është që prej 20 vitesh në PD-n të mira, siç thuhet, e në sfida nuk është ndarë. Partisë është politologe dhe ka merak jetën publike, por që kësa herë vendosi të kandidoj pas 20 vitesh për kuvendin për legjislaturën e 11, nëse çdo gjë uroj të shkojë në këtë proces të jashtëzakonshëm në rregull, një fushat në rregull dhe pa incidente të cilat mund ta ushqejnë çdo situatë të panevojshme në këtë kohë të zgjedhjeve. Prezantoj zonjën Jetmira Rexhepi Lika. Faleminderit zonja Lika për kohën. Mirëmbrëma Ridvan, faleminderit për ftesën, ndjej kënaqësi me këtë rast, pasi që është hera e parë që bëj një paraqitje publike dhe po e nisi kështu këtë rrugtim, cilin unë synoj ta çojmë atë sa është kërkesa e qytetarëve dhe po besoj që do të jetë një lëvizje e mbarë. Si nisi sot dita e fushatës, meqense Kosova ndodhet në fushatë zgjedhore thuajse që prej 18 muajsh në këtë rrethin ciklik të krizave të vazhdueshme. Të them të drejtën, Ridvan, është e lehtë në terren për ju? Edhe pse ndani përvojë me Partinë Demokratike të gjatë. Kam 2 dekada që jam pjesë e partisë politike, e cila është kontribuese direkte e shëndërtimit, zhvillimit të shtetit dhe duke marrë parasysh që situata politike në cilën sot ndodhet vendi. Si qytetare aktive e këtij vendi, mendoj që ka koha ta ofrojmë një kontribut profesional, qoftë në fushën cilës unë i përkas, qoftë në përfaqësimin të cilin besoj që përmes votës së qytetarëve do ke mundësi ta ushtrojnë kuvendin e Republikës së Kosovës. Nuk është e lehtë sot të jesh pjesë e politikës, sepse ky polarizim i shoqërisë nuk është as pak i përshtatshëm, të paktën për figurat publike. Unë e bëj një krahasim ndër vite dhe ky krahasim më çon deri te një objektiv që do duhej të ishte shqetësim për cilën do qeverisje që vjen në pushtet. E dhash Zoti që këtë rast i jepet mundësia Partisë Demokratike të Kosovës, sepse ka një strukturë jashtëzakonisht organizuar, një diversitet politik brenda vetit, brenda listës, por dhe një demokraci e mirëfill që ekziston të parti. Prandaj nuk është i rastishëm ky kandidimi imi, sepse është një rrugë e gjatë, të cilën unë kam dashur ta kurorëzoj me këtë pozitë, të cilën e mirëpres me 7 qershor. Si është Kosova sot 6 vite në qeverisje të kësaj qeverie në detyrë? Teksa po vjen në studio në perspektivën tuaj, si duket sot Kosova? Gjatë kohës sa kam nisë fushatën, por edhe përtej saj se kam punu gazetare disa vite, unë e du qytetarin e vendit, unë dua të jem afër kërkesave tyre dhe sa herë i takoj. Këtë zhgënjim që e shoh sot nuk e kam pa asnjëherë. Ka ardhur çështja që diskutohet mirëqenia e qytetarit pas 27 viteve shlirim. Dhe kur e krahasoj thash ndër vite, ne kemi një shtet i cili njihet më shumë se 110 shtete. Pavarësisht politikës jashtme e cila do duhet ishte në funksion të politikave të brendshme, ne kemi një stagnim të drejtim. Po kur flas për qytetarin e Kosovës, flas për mirëqenien direkte e tij. Unë jam nënë e 2 vajzave dhe mu më shqetëson fakti i tyre kur flasin për çështje të cilat do duhet ishin prioriteti i qeverisë Kosovës. Jo të flas për integrimin në Bashkimin Evropian, se është një proces që do ndodh dhe duhet ndodh, sepse jemi në rrugë e sipër, por për mua si nën më intereson. Si është shqetësimi i madh sot për ju?
Pa fol për politikat publike të mëdha, si nën më shqetëson fakti që vajza ime në klasën e dytë. Ne kemi nënshkru një peticion si nëna, po nisi për gjërat vogla, sepse politika nis nga familja, nga shtëpia. Dhe unë e shoh që Kosova si shtëpi është ndërtu jashtëzakonisht, është punu shumë, mirë po këto rendit e kësaj këtë qeverisje që në një mënyrë apo tjetrën i ka lëviz pa një qëllim të caktuar, ka kriju këtë polarizim shoqërisë që është i dëmshëm, sepse partitë politike përfaqësojnë interesat e popullit. Edhe nëse e ke një mandat, e ke marrë votën për qindjen kaq të lartë nga populli, ti ke legjitimitet që e përcakton fuqinë tënde politike, si në kuvend, si në qeverisje. Për ju si në qka është brengosë sot? Është brengosë sepse ne kemi fakte që momentalisht produktet, si ti cilësoj këto, narkotikat, janë shumë prani shumë shoqërinë tonë. Edhe unë nuk dua ta rriz vajzën time me idenë që ta ketë kurreshtjen çfarë është droga. Sa flas me vajzat e mia, ju them kur të rritni ju shpjegoj shumë gjëna, po nuk guxojmë të kemi kurreshtje për dukuri negative. Sot është kaq normale për të rinjët, në mungesë perspektivës që ta e shohin në Kosovë, për mua është e papranueshme ikja nga vendi, sepse ne e dim që në një Jugosllavi ka ekzistuar një se të themi, një robrim që është dashur të bëjmë zgjidhje, është dashur të ikim nga vendi për shumë arsye. Madje atëherë ka ekzistuar qëllimi i përbashkët, ka qenë një mobilizim kombëtar, se duhet ta mbrojmë familjen, vendin, edhe në ato rrethona shumë të vështira. Sot nuk e shoh këtë qëllim të shtetit dhe është për keqardhje. Unë mendoj se këtë qeverisje e cila ka nisë që pas pandemis, do duhet të orientohej drejt shëndetit mendor. Unë takoj qytetarë që mendojnë si ta kalojnë muajin. Është e dhimbshme që me gjithë këtë rritje të buxhetit për 6 vite, ne ende mendojmë si ta kalojmë muajin. Mjafton të shkosh në dyqan dhe i sheh çmimet e produkteve bazë, për të cilat është proklamuar, është thënë, është stërthënë, që do të kenë çmim shumë atull se sa kanë pas, se sa kishin para vitit 2020, mirë po kjo nuk është duke ndodhë, zotri Ridvan. Ajo që më shqetëson tjetër e që do duhet ishte politik publike dhe prioritet i qeverisë, kjo kontroll emocionale që unë e shoh tek populli. Asnjëherë nuk e kam pa që qytetarët kanë frikë të vendosin edhe përmes votës fatin e vet. Edhe unë në gjithë këto fushat që e kam nisë, pothuajse kam ecë në shumë fshatra. Njerëzit kanë shpresë, qytetarët e këtij vendi kanë shpresë, është koha për ndryshim, për të kthyer stabilitetin e vendit, për të kthyer dinjitetin e qytetarit dhe për një kujdesje të mirëqenies së tij. Zonja Lika, ju po vini nga tereni, në terren, natyrisht duke kërkuar sa më shumë, po them figurativisht, krush, zgjedhjet janë një lloj dasme. Absolut. Po në rastin e Kosovës, kjo fushat po e godet pritjen e secilit në shqetësimin që polarizimi është prezent, gjuha që po ushqet me urrëtie, etiketimi është në nivele të rrituna të padobishme dhe ju në terren dhe çfarë ju thonë njerëzit që në terren në kërkim të votave atyre, çfarë ju premtoni njerëzve, për çka kërkojnë nga jo, për çka kërkojnë nga jo të qëndroni në legislaturën tjetër? Me që jam gjatë në Partinë Demokratike të Kosovës, është një parti që ka kriju stabilitet sarë që Kosova ka qenë në rrezik, dhe këto e thëmë pa modesti, sepse fryma politike cila ndjek kjo parti është frymë që është afër familjeve, është afër qytetarit, dhe kjo për mua është shumë e rëndësishme. Po shqetësimet kryesore janë që pagat e ulta,
shpenzimet e larta. Madje me disa nga qytetarët më thanë para disa ditësh në një nga qytetet e Kosovës, pa dosh ti specifikoj, janë shumë të friksuar për të ardhmen e vendit. E kjo është shumë shqetësuese. Të shqetësuar për të ardhmen e vendit? Absolut, janë të friksuar për shkak se nuk ka strategji konkrete nga kjo qeverisje, për mos të thënë kjo këtë qeverisje, sepse unë jam njeri i paqes dhe nuk dua që qytetarët ta kuptojnë që vi me qëllime për të kritikuar këtë qeverisje, se të paktën se cili që ka kriju këtë polarizim, këtë pasiguri brenda shtetit, do ta paguaj faturën vetë. Ajo që është shqetësuese tjetër, po ashtu, duke qenë afër qytetarëve, më thanë njëri nga ish ushtarët ushtrisë qëllimtare të Kosovës, kam frikë diskutoj me djalin tim, për shkak se ideja e tij është që ne si ish ushtar të ushtrisë qëllimtare të Kosovës i kemi bë dëm shtetit. E kjo është e dhëmshme, kjo nuk guxon të ndodhë. Unë e di që partia ime është e lënduar sepse i ka 2 krerë të shtetit në Hagë në një proces historik të padrejt dhe uroj që ky aktgjykim i cili do ndodh në korrekt do të jetë në favor të drejtësisë, por edhe gjykata speciale me këtë rast mendoj që duhet të reflektoj, sepse nuk mund ta baras vlerësosh guximin e një ushtari i cili i ka dalë në ndihmë qytetarëve civil me guximin e një kriminali që realisht, po të mos a kishim UÇK-n, nuk besoj që do ta nxismin edhe intervenimin e bashkësisë ndërkombëtare. Ka qenë një koordinim i sinkronizuar që është dashur të ndodh. Prandaj mendoj që dalte të shqetësimi i qytetarit që për shkak të kësaj lëmoshe, kësaj propagande. Po, nuk arrin të flas, nuk merr guximin të flas me fëmijën e vet, për shkak të një situate, një disponimi publik ku njerëz të UÇK-s animohen si e keqja e këtij vendi. Po kur djali drejtohet babit, a keni qenë ju zullumçar, a çlirimtar, imagjinoje çfarë ndjesie ai na dha derisa e rrefej para takimit këto ngjarje. Sigurisht ka dhe të tjerë. Isha në terren. Isha në terren. Edhe u takua me veteranin e UÇK-s. Me veteranin e UÇK-s. Ja u tha direkt këtë rrëfim. Ajo është i shqetësuar si ka mbërrit për çohet familja. Ajo është i shqetësuar se si do të vi deri në ndryshimi kjo gjendje e cila është total një amulli politike. Të çtuese kjo çfarë? Mungesë strategjisë konkrete, politikave vizionare. Kjo është rezultati i një polarizimi, i një manipulimi të pastër i rinisë Kosovës, gjë që nuk guxon të ndodhë, për shkak se i është ofruar mandati për të qeverisë vendin dhe besoj që kemi mjaftu shumë punë për të bërë dhe jo për të dhënë lemosh sa herë ofrohen zgjedhje të cilat po ashtu janë. Po jemi të pabarabartë në këto zgjedhje, ndam absolut jemi të pabarabartë, zotri Ridvan, për shkak se vendimet qeveritare janë vendime dhe nuk janë ligje. Unë mendoj që Albini e ka kalu edhe ka të kalu edhe jo vetëm kushtetutën e Kosovës, por me këtë anarki që ka kriju në këtë qeverisje, besoj që asnjëherë nuk i ka ndodhur shtetit Kosovës. Me falënderi juaj po blen vota, kjo është blerje votës. Absolut është blerje votës. Shtetitet me xhipa të zi, me resurse shtetërore, me si është një fushatë juaja si kandidate për deputete? Unë zgjohem çdo ditë herët në 6 të mëngjesit, kështu e filloj ditën, një kafe, disa telefonata familjare, sepse janë motivi i parë, kur ajo e parë, nuk ka qenë lehtë me vendos me qenë pjesë e kësaj liste të pasur të Partisë Demokratike të Kosovës, për mu, gjuha, opinioni, fjala që e themi publik, do duhet ishte
përgjithësi për secilin, sepse Fjala jonë popullore thotë ma të mendo 3 herë e fol një herë. po mendoj që edhe ma shumë se 3 herë. Nisë kështu, i kemi agendat, ku duhet vazhdojmë takimet, dhe është edhe një fakt që une... Çka po të bën entuziaste në këtë zgjedhje? Dashuria për vendin, fryma në cilën jam rrit, bagazhi im profesional, dhe besoj që duke qenë rrjedhat politikës e një shumë nga afer dhe di si qasemi një problemi, dhe mendoj që politika në këtë kuadër e ka ndryshu kontekstin e qëllimit të saj. Unë mendoj që politika duhet jetë shërbim qytetarëve, jo të polarizimit qytetarëve. Unë mendoj që politikat duhet zhvillohen brenda argumenteve, brenda subjekteve politike. Jo ta vendosim qytetarin si pjunin e shahës, unë e luaj dhe lojën e shahit. Nuk mund ta sakrifikosh qytetarin për qëllimet e tua, në mungesë vullnetit politik për të kriju zgjidhje. Kosova mjaftueshëm është ndërtuar për 27 vite. Madje kjo është thënë stërthën nga Bashkia Ndërkombëtare. Mos flasim. Gjeta Kosovën kur mora qeverisjen në Podrum me gjysmetre ujë. Ju keni qenë gazetarë, keni raportuar. Si ka qenë Kosova? Sipas rrëfimit të Kurtit apo rrëfimit që tregon se këto vepra inxhinierike që janë qoftë në infrastrukturë rrugore dhe në shërbime tjera përcjellëse që kanë të bëjnë me konsolidimin e administratës shtetit, shpalljen e shtetit në esencë, janë realiteti i vërtet, jo realiteti i bazuar në rrëfimin e Kurtit. Të them të drejtën, Ridvan, pas pandemisë, kom pas rastin të mirëna shumë e vetën. Ka qenë një reflektim shumë i madh shpirtëror, ndoshta për shkak gjendjes mobilizuese dhe për shkak situatës papritur, që ka qenë një situatë shumë vështirë menaxhueshme globale. Dhe këtë drejtim mendoj që secili prej nesh jemi reflektimi i jetës dhe i mendimeve që kemi. Prandaj kjo ideja e Zotit Kurti që Kosovën e gjeta në Podrum është ideja e tij që e ka kriju Kosovën në Podrum. Kosova s'ka qenë asnjëherë në Podrum. Unë gjithmonë i ruaj mendimet e mira për vendin. Ndoshta ideja që jam shumë pozitive, nuk shoh asnjëherë pe një prizmi çfarë paraqet Zoti Kurti. Madje është për keqardhje se duhet t'jeti përgjegjshëm për fjalën që atë para popullit. Kosova s'ka qenë asnjëherë në Podrum. Kosova është qeverisur nga vendimet e ish-krerëve të partisë tuaj, të cilat kanë prodhuar zhvillim, ekonomi, madje unë jam nuse Kaçanikut. Edhe jetojmë në Prishtinë, po e kemi edhe një shtëpi me bashkëshortin në fshatin Strazh. Zakonisht nuk është që e kom llogarit ma heret, por kur nisem prej Prishtinës, shkojnë Kaçanik, dikun 45 minuta me një shpejtësi normale të vozitjes. Edhe kur ndalem e mendoj, e shoh që gjithë kjo autostradë është produkt i punës përpjekjes së Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk mundem me mbyll syt para një realiteti që është kriju tash e 27 vite. Megjithatë, gjithë ky stagnim për 6 vite sa ka këtë qeverisë, se nuk moj me thonë që ka qeverisë, unë nuk më po ende një rezultat konkret. Asnjë? Asnjë rezultat konkret. Asnjë politikë publike. Të Zotit Kurti unë ende nuk e kam pa në teren. Isha në një prej komunave të Kosovës, në Kamenic. Gjatësisht e pash një shkollë që ka nis nga viti 2023. Një projekt që është mendu të realizohet brenda 36 muajsh, 36 muajve, por që nuk ka ndodhur. Zakonisht në këto mendimet e mia analitike, çdo projekt që nuk realizohet ne ku mundësia për keq përdorim është e madhe. Çfarë do t'i thoni një votuesi që pritet dalë në ditën e zgjedhjeve? Përse ku dallon PDK, platforma PDK-s, mënyra se si qeverisë PDK me ta zënë me vetëvendosin ose parti tjera?
E para është një parti që ka qenë afër qytetarit pothuajse në çdo zhvillim që i ka ndodhur vendit. E dyta është një parti serioze, parti që është produkt i mendimeve të përbashkëta, kauzave që prekun interesin e shtetit. Një parti që merr vendime apo le gjërat pezull. Është vendime që ka strategji dhe kontribon për ta çuar përpara strategjisë, siç e ka kandidati thot juaj për kryeministër Bedri Hamza për ta stopu krizën dhe me ndryshu Kosovën. Është një parti që ka strategji dhe ka kapacitet vendimarrës që mos i lë gjërat pezull pa vendime. E kuptueshme. Ne kemi një kandidat për kryeministër që besoj edhe parti tjera e kanë lakmi, sepse ka qenë fytyrë publike tash e 20 vite dhe ka qenë njëri i dëshmuar, njëri familjar, modest, me gjithë bagazhin intelektual, është afër qytetarit dhe me programin që do ofroj Partia Demokratike, me gjithë se zgjedhjet janë shumë afër, do kemi ofertë konkrete për qytetarin. Kosova ka nevojë për stabilitet. Kosova ka nevojë t'i thotë qytetarit se ne do ndalim krizën, do ofrojmë zgjidhjen, do ofrojmë mundësinë. Mu vje keq zotri Ridvan që gjatë 6 viteve, mos të flas edhe më herët, që kjo propaganda e cila ka prek sedrin e secilit personalitet politik është për keqardhje. Ne jemi shqiptar, e njohëm shtetin, kemi institucione, mirë po ta prekësh dikë në dignitet, ta cilësosh dikë kriminal, për besë nuk e kuptoj çfarë guximi, çfarë vedije ose pa vedije ka kjo strukturë që i kanë edhe të sinkronizuara fjalit. Unë flas para qytetarëve të mi me një përgjegjësi të lartë morale, publike, sepse po vi për herë të parë si kandidate në kuadër të listës Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk dua të premtoj, sepse gjatë gjithë fushatës premtimi vetëm është që unë do jem një nën, një grua dhe një shoqe e juaja, një qytetare aktive, që do të jem gjithmonë afër qytetarit, me përpjekje dhe kontributin tim që mendoj ka ardhur koha ta ofroj në dobi të qytetarëve, në dobi të shoqërisë dhe Kosovës. Interesant, njerëz ju pyesin, kanë kurrë të ju pyesin në terren apo zona Lika? Janë pyetjet e vazhdueshme. Përse po hyj kësaj gare në këtë kohë krize, në këtë kohë kur polarizimi, siç e thatë vetë, mbase është kritik, është të ndon, të lëndon me raste edhe kur përballesh me akuza, jo ti me Serbinë, jo ti përdore Serbia si municion për ta godit unitetin e brendshëm as nevojshëm që duhet ta ketë vendi. Çfarë ju thonë njerëz, po më intereson në takime me ta? Çfarë ju kërkojnë? Zakonisht në cilën situatë kanë mri njerëz sot në 2026? Çfarë kërkese kanë? Janë disa prej tyre, po njëra prej kërkesave të qytetarëve që unë takoj vazhdimisht çdo ditë, ideja një krijimit stabilitetit në vend, ideja që ne nuk guxojmë të lejojmë rinia jonë të ikë nga vendi, kjo për shkaqe jo vetëm ekonomike, po për shkaqe të pasigurisë. Asnjëherë nuk ka ndodhur kemi kaq shumë vrasje në vend. Unë flas ndoshta në petkun e një nëna, flas me empati natyrisht, me ndjeshmëri. E kam të ndjeshmëri edhe mendoj që është një atribut shumë i mirë, sepse flas për vendin, flas për qytetarët e mi dhe kam mundësi ta dëgjoj secilin, ndoshta me orë të tëra. Kërkesa vetëm është që vendi duhet i krijohet stabiliteti dhe qytetarët e kanë një shpresë të cilën e ka shuar zotri Kurti, e them me shumë përgjegjësi. Nuk mund ta manipulosh vullnetin e popullit përmes fondeve të cilat ti ose ai i ndon sar e sheh rrezikun që nuk do ta marr përqindjen të cilën ai e dëshiron. 60% i kërkon. Është një arrogancë
politike, cilën unë nuk e kom pa asnjëherë. Mendoj që ka ardhur koha t'i kthehet shpresat qytetarit, t'i kthehemi punës, zhvillimit dhe t'jemi konkret. Dhe këtë e bën? Unë do t'a bëj me shumë përgjegjësi. Dhe këtë e bëni ju dhe Partia Demokratike thu? Do t'a bëjmë ne, Partia Demokratike e Kosovës, me gjithë kandidatët e saj, e cila shpresoj dhe mendoj që do t'jetë një fituese e denjtë me një rezultat jashtëzakonshëm. Por e kemi një lider si Bedri Hamzen që duke qenë pjesë e pozitave të ndryshme publike ka dhënë kontribut jashtëzakonshëm dhe është njeri që sa flitet për të, qytetarët e kanë një shpresë që është lideri që duhet ta drejtoj vendin. Edhe mendoj që ka ardhur koha t'ja ofrojmë besimin Partisë Demokratike të Kosovës dhe qytetarët do ta kenë mundësi ta shohin Kosovën që dëshirojnë. Në 7 shërmbëdhënie keni arsye thotë, jeni të inkurajuar nga rezultati. Unë mendoj që bashkë me qytetarët, shqetësimet të cilat u i marrë shumë për bazë, sepse janë reale, çmimi i lartë i faturave të energjisë elektrike, çmimi i produkteve bazë, pastaj preokupime tjera që ne si shoqëri i kemi, sepse ky E fillove nga familja, nga një mëngjes. Ky tranzicion i stërgjatur në vend i ka dhe pasojat e veta. Nuk them që s'kemi bo gabime, na gjithë jemi pjesë e kësaj shoqërie, e njohim, jemi vend i vogël, një popull i vogël, dhe unë mendoj që me pak përpjekje gjithë secilit ne do e realizojmë një Kosovë që e synojmë. Jeni entuziaste për atë rezultat? Unë jam shumë optimiste, për shkak se jam afër qytetarëve të Kosovës çdo ditë nëpër komunat ku po arri, sepse është e pamundur. Është një fushat jashtëzakonisht dinamike dhe me qenë se është hera e parë nuk është e lehtë. Unë kam punu për kandidat tjerë, kolegë të jashtëzakonshëm, po me marrë votën për vete është pak problem. Madje gjendja politike në vend nuk është favorizuese drejt bindjeve që ne mund t'i krijojmë të qytetarët, po ata e dinë që ajo drita e fundit në tunel është Partia Demokratike e Kosovës, ne kryejmë liderin e saj, zotri Bedri Hamzen, dhe me njerëz të dëshmuar brenda kësaj partie. Zona Lika, kjo qeveri që po vazhdon në detyrë pati mbi 20 miliard buxhet. Po ti kishte qeverisja juaj e PDK-s këto para, si do t'ishte Kosova? Si është me zotin Kurti dhe si do t'ishte me ju? Si ka qenë me ju me atë buxhet që kishte? Ne e dim me 12 miliard diku prapësisht. Ne e dim zotri Ridvan çfarë buxheti ka pas Kosova gjatë kohës, po. Përmesinë e qeverisjes. Ne e dim farë buxheti ka pas Kosova kur ka qeveris Partia Demokratike e Kosovës, ne kryejmë liderin e saj, Hashim Thaçi, një buxhet që ka qenë ndoshta minimal krahasi me buxhetin që zoti Kurti sot e ka. Dhe unë tash kur dalë shoh që shkoj në për shkolla ku ka qenë kontribuese direkte e këty ndërtimit shkollave, qerdheve, madje iniciativave konkrete të secilës komunë, mos flas për autostradën se e shoh që kanë fillu këto kritika, sikurse ne është dashur që kemi qenë si parti shtetëformuese t'i kryjmë këto detyra, po sot ne e shohim që po këto autostrada nuk mi mbahen, edhe me një buxhet minimal, jo me këtë buxhet, po ta kishte Partia Demokratike e Kosovës. Jo, sepse jeni 20 vjet në PDK. E një me mendsinë falë, një llojin e qeverisës të zotit Thaçi, të asaj vendimarit dhe të zotit Kurti si po e shihni. Si duket Kosova sot me zotin Kurti, me 20 miliard buxhet dhe si do duket mbase në Unë i përkas një partie politike e cila e ka një histori ndërtimit, zhvillimit dhe të krijimit stabilitetit shtetit. Por unë nuk e kuptoj për këto 6 vite si është e mundur
që të mos shohim asnjë projekt konkret nga zoti Kurti. Shqetësimi më i madh është që ky konsumim i energjisë së njerëzve drejt polarizimit, drejt manipulimit për ta marrë votën, e shoh në një mënyrë apo tjetrën panik e zotit Kurti. Prandaj, e kam thënë shkarazi këto ditë që kjo adrenalin që mbush zotrin Kurti nuk do duhet të ekzistonte, se ne e dim që çdo adrenalin e ka një fund jo të mirë. Prandaj mendoj që ka koha për reflektim, t'i kthehemi qytetarit, dinjitetit, zhvillimit, të krijojmë stabilitet shtetëror dhe t'i përveshemi punës. Kosova nuk e ka luksin që të hup kohë, të mirret me gjëra banale të cilat nuk i kam dëgjuar asnjëherë. 2 pyetje të fundit. Nëse arrin të bësh pjesë e kuvendit, e ke menduar fjalimin e parë zona Lika? Cilin do të ishte ai? Kjo është pyetje shumë emocionuese për mua. Unë jam fëmija i dytë në familje. Shkenca po e vërteton tash që jam fëmijë që rritën me një energji, me një pozitivitet dhe me një vetbesim shumë të lartë krahasim me fëmijë tjerë. Unë në familjen time kam 3 motra dhe 3 vëllezër, do të thonë jemi gjithsej 7 fëmijë, po unë kam qenë bosi i familjes. Fëmija që ka marrë shumë dashuri, e kam një familje shumë të lumtur, sa që gjyshjem ka qenë aq i afërt me mu, kam marrë shumë hapa të rëndësishëm, shumë këshilla prej tij, mos them tash që jam rrit me prallat e gjyshit, edhe me një besim edhe të babit, edhe të vëllezërve dhe motrave të mia. Prandaj nuk është rasti këtu ku jam, s'është një rrugtim i gjatë. Kjo pyetje juaja emocionale më rikthen në retrospektiv, që ne reflektojmë ashtu siç jemi rrit, prandaj mendoj që kam çfarë t'i ofroj vendit tim. Bagazhin tim profesional si politologe, pastaj angazhimi im jo vetëm Kjo do ta përshëndesë së pari në kuvend. Me protokoll natyrisht kryetarin e kuvendit, por jashtë protokollit. Po jashtë protokollit, ke menduar sepse je gazetare, ki edhe sendimindjeshmërinë, instiktin e formulimit të gjanave, kështu me radhë. Në një situatë heroike që ju bën krenar nga e kaluara, mbase që ju ka bot mos lëkundënit, jeni vazhdimisht e zëshme, të mos tërhiqeni, të mos dorëzoheni tjera. Jam rritë në frymë kombëtare, zotri Ridvan, edhe gjyshim ka qenë shumë patriot. Babi im është me profesion pedagog, por ka punu një kohë gjatë në Postën dhe Telekomin e Kosovës. Po gjithmonë ka qenë kisha me thonë, një veteran që ka kontribu në çështjet e kombit, por një veteran i heshtur, edhe ky ideali që ai ma ka ofru gjatë gjithë jetës, besoj që do të Je rritur me këtë univers ku je ushqyer. Unë vi prej një familje ku është lexu vazhdimisht, prej një familje që e kemi detyrë me dashur vendin, atë dhe unë, me ato idealet e pastra, sepse është vetmja mundësi ku ne mundi me ofru kontributin ton profesional. Në të kundërtën, unë nuk do të futesha në këtë garë politike shumë sfiduese, sepse nëse isha pjesë e listës para 10 viteve, ka qenë një komoditet tjetër politik në atë si one e shoh, ka pas politika konkrete, ka pas një politik t'jashtëzakonshme, politik t'jashtëzakonshme. Sot vendi im është me një pikë kthese ku duhet ta marrim, ta kem parasysh si shoqëri që koha nuk është në favorin ton, duhet jemi serioz,
ta kemi një qasje që i korrespondon vendit, zhvillimit, stabilitetit. Politikat ose çdo sistem politik Ridvan krijohet përmes përgjegjësisë, transparencës, dhe ne nuk e kemi pa në këto 6 vite. Prandaj, kjo frika që unë e thash e marr prej terenit, për mua shumë shqetësuese dhe do duhet të ishte shqetësuese dhe përgjegjësi publike e secilit lider që mendon ta qeverisë këto vend. Kosova nuk është themeluar që 2 ditë, as që 20 vjet. Kosova është proces i gjatë, i një sakrifice të madhe që unë marr guxim të flas sepse ndina krenare që i takoj një partie siç është Partia Demokratike e Kosovës. Motivi im kombëtar ndoshta për shkak të luftës që e kam përjetuar në Gollak, dhe ka pas disa vite ku unë jam shqetësuar prej asaj që kam pa me sytë e mi, një masakër. Që mendoj është një motiv për mu që duhet punoj për vendin, sa ata lot që unë i kom pa të nënave, ndonë se isha e ri në mosh, është një reflektim shpirtëror që mu m'jep kuraj o vullnet, që ne duhet punojmë dhe ta kthejmë, nëse guxojmë me quajt buzëqeshjen këtë vend, sepse zakonisht kur dalën shesh me shoqëri, e ndoj një kafe, një bisedë që pothuajse gjithë jemi shqetësuar për këtë realitet politik që është krijuar. Ka 7 qershori tutje, po pritni që të marrë një Unë mendoj që 7 jetoni me një univers tjetër mbasi politik, kështu. Thash nuk është e rastishme këtu ku jam dhe mendoj që 7 qershori do t'jetë vula e çdo ndryshimi që duhet të ndodhë. Kjo do vije në shprehje me vullnetin, votën e qytetarit të Republikës së Kosovës. Andaj u boj thirrje qytetarëve të Kosovës. Ne nuk guxojmë të lëshohemi në banalitet. Me gjithë këtë bagazh politik që Kosova, me gjithë këtë imazh që ne kemi ndërtuar si shtet, unë mendoj që ka ardhur koha ta rikthejmë dhe ta stabilizojmë vendin. 7 qershori do të jetë data e një fillimi të ri, jo vetëm për Partinë Demokratike të Kosovës, e cila besoj që fuqishëm do ta drejtoj vendin, por mendoj që ma shumë se kur na duhet kompromisi politik, përgjegjësia dhe gjetja e një zgjidhje afatgjate, jo vetëm drejt integrimit Kosovës, por konkretisht për ta zhvilluar vendin. Falenderoj zonja Admira Rexhepi Lika që më bën numrin 101 në listën si shtatë të gjatë të Partisë Demokratike. Ju uroj juve si kundër dhe gjithë kandidatëve tjerë, garuzëve tjerë, një fushatë të mbarë suksesshme dhe të pa motivuar nga gjuma që ushqen polarizimin. Faleminderit edhe njerë, suksese ju dhe gjithë garuzëve. Faleminderit zoti Ridvan për këtë mundësi. Unë thash është hera e parë që bëj një paraqitje mediale megjithëse kam punuar në gazetari. Jetë publike ki gjatë, kështu që të falenderoj po. Do jemi afër jush, sepse media është ura lidhëse tek qytetari dhe besoj herën tjetër kur takohemi, do flasim për suksese, për qëllime konkrete dhe vizion konkret të cilin do ta përmbushim me Partinë Demokratike të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit dhe njerë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.